Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira. Allahun e madhuar e falenderojmë, vetëm për ti ndihmë dhe falë kërkojmë. Lavdata dhe bekimet e Allahut qofshin në Muhammedin alayhi salatu wassalam, bi familjen e tij, shokët dhe gjithë ata që ndjekin rrugën e tyre deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, kemi përmendur se Muhammedi alayhi salatu wassalam gjatë qëndrimit në Mekë, gjatë përpjekjes për me përhap, për me shpërnda shpallin e Allahut tek njerëzit, ka hasë në rezidenca nga më të ndryshmet. Kemi thënë se kryesisht elitarët e Mekës, ata që kishin pushtet dhe pasuri, e kundërshtonin me gjithë familjet e Muhammedin alayhi salatu wasalam për faktin se prisheshin interesat e tyre dhe normalisht nuk ishin gjendje që t'i bindeshin udhëzimeve të Allahut te barekuhu teala. Në raport me këtë gjendje, ata përdorin metoda, mjete nga më të ndryshmet, që disa nga ato i kemi përmend. Andaj edhe dhuna ka qenë pjesë e këtyre metodave, po edhe ngritja e dilemave, dyshimeve, shpifjet ndaj Muhamedit alayhi salatu wasallam, derisa në fund e kemi përmendur edhe zhurmën. Kanë tentuar që të bëjnë zhurmë në forma të ndryshme që mos të dëgjohet Muhamedi alayhi salatu wasallam dhe njëkohësisht edhe të kufizohet hapësira e tij e ndikimit në mesin e njerëzve. Ka edhe shumë metodë tjera që kanë përdorur, por ne do të mjaftohemi me kaq për të kaluar tek një stacion i radhës i rëndësishëm që ka të bëjë me jetën e Muhamedit alayhi salatu wasallam. Të nderuar çdo njeri në jetën e vet ka njerëz saktuar që i ka të afërt. Dhe ata njerëz të afërt kanë ndikim tek ai në shumë aspekte. Sikurse për shembull prindrit, familja, gruaja e kështu me radhë. Në raport me misionin e pejgamberit alayhi salatu wasalam, janë dy njerëz që kanë pas ndikim të madh tek Muhamedi alayhi salatu wasalam në aspektin e edhe punës, angazhimit, edhe misionit, po edhe përballjes me problemet edhe sfidat që është përballë me to në Mekë. Njëri nga këta njerëz është shumë i afërt me te, e ka ndaj jetën me te. Është gruaja e tij Khadija radhiyallahu anha, dhe njëri i dytë është ai që e ka rrit realisht, e ka marrë në përkujdesje që kur ka qenë i vogël, është axha i tij Ebu Talibi. Ebu Talibi, të nderuar vëllezër, është kujdes për Muhammedin alayhi salatu wasallam. Nga se sikur që dini, pejgamberit alayhi salatu wasallam baba i ka vdek pak muaj para se me lind. Nëna i ka vdek në moshën 2 vjeçare. Pastaj e ka marrë në përkujdesje axha i tij, Abdul Mutalibi. Edhe ky ka vdek pas pak viteve dhe shumë i vogël ka mbet pa përkujdesje. Dhe në përkujdesje ka marrë axha i tij Ebu Talibi. Derisa është rrit pejgamberi alayhi salatu wasallam dhe është bëj aft të kujdeset për vetën e tij, ka qenë në kujdesje të Ebu Talibit. Po edhe kur ka ardhur i dërguari alayhi salatu wasallam si pejgamber, kur e ka shpall atë që Zoti ja ka shpall, ai që ka përkrah shumë ka qenë Ebu Talibi. Është me të vërtet e pa kuptimt qysh e ka përkrah kaq tepër, ka sakrifikuar, po s'ka besunte. Ai e ka ditë se është i dërguari i Allahut. Ai e ka ditë se Muhamedi nuk gënjen, e ka njoft. Mirë po, fatkeqësisht për shkak të ndikimit të rrethanave, të zakoneve, të ndikimit të njerëzve, fjalëve të njerëzve, nuk e ka shpall besimin në Allahun xhallahu ala e as pranimin e Muhamedit alayhi salatu wasallam si pejgamber. Mirë po, përveç kësaj, jashtë kësaj, e ka përkrahur me tëra që ka pas mundësi. Madje edhe shpesh herë është ballavaçuar dhe është konfrontuar me kurajshtë e Mekës. Ebu Talibi ka qenë njëri me autoritet të madh në Mekë të ndërozër dhe ka qenë udhëheqës fisit madh nga fiset e mëdhaja të kurajshëve. Prandaj nuk ka qenë lehtë me anashkalu.
nuk ka qenë let me te i kalu Ebu Talibin për me mujt me dëmtu Muhammedin a.s. Ma ne ka përkra në forma të ndryshme, ma dje edhe në sprova të shumë të ka qenë bashkë me Muhammedin a.s. Kur e Mekës kanë vendosë që të bën një lloj embargo, blokade ndaj pejgamberit a.s. duke i kufizuar me një vend caktuar, a duke ndërprej çdo raport me ta. S'ka as shitja, as blerja, as kurrë me ta. Ka qenë situatë e vështirë. Afër 3 vite ka qenë pejgamberi i bllokuar me shokët e tij dhe ka ndodhur që edhe ushqimi i tyre të ecën gjethet e drunjve. Aq, domthonë, e kanë persekutuar dhe aq kanë tentuar me e ngulfat pejgamberin a.s. dhe thirrjen e tij. Edhe në këtë sprovë ka qenë me te Abu Talibi. Ka jek dorë nga privilegjet, ka jek dorë nga këtë nacit që me përkra nipin e tij. Megjithatë, kur i ka vdekja, Muhamedi a.s. ka qenë afër tij. Te koka i tij ka nejtë, i ka thonë, o Xhaim, thuaj një fjalë. Thuaj la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. Thuaj një fjalë që të kem mundësi me të kap dikun ditën e gjykimit. Do të kam mundësi bile me të ndihmu ditën e gjykimit, me çtë jetës ke qenë besimtar, por në fund bile shpëta e dil nga humnera e idhujtarisë dhe mosbesimit. Por fatkeqësisht në anën tjetër kishte Ebu Gjehlin, Ebu Lehebin, këta armiqtë e përbetuar të pejgamberit a.s. e ata i thonin, apo i besën këtij djali, e po e lën fen e gjyshve tu, e po e lën fen e të parëve tu, e kështu me radhë ton. Ebu Talibi në konfuzion e donte pejgamberin a.s. donte me qenë me te, mirë po fatkeqësisht frika nga fjalët e njerëzve, frika nga, domethënë, se mund të quhet një lloj tradhtari i gjyshërve kështu me radhë, vdeq në mosbesim, vdeq në idhujtari, vdeq duke refuzuar me i ubind pejgamberit a.s. dhe kjo padyshim që shkakton një pezë të madh te Muhamedi a.s. një mërzi. Megjithatë, tha pejgamberi sa kam u lut për ty sa të më lën Zoti. Kam u lut për ty unë, vazhdimisht. Edhe pse njëri të nderuar kur të vdes në mosbesim, atëre nuk i çka më u lut për të mua. Për shkak se nuk i bën dobi më lutja në botën tjetër. Po në dunja do të mos sill mirë, më ndihmue, më lut që Zoti më jap shëndet, më udhëzua krejt dunja, këtë botë po. Edhe në qoftë se nuk është besimtar, edhe në qoftë se mohan Zotin xhallahu ala, në këtë dunja ka hapësirë për raporte, ka hapësirë për kujdes, ka hapësirë për bashkëpunim, gjithë janë të mundshme. Mirë, po momentin kur vdes, kalon botën tjetër, atër atje baza e vetme mbi të cilën mundet njëri me llogaritë se ka me shpëtu është besimi. S'ka tjetër bazë. As pasuria, as prejardhja, as gjuha, as pozita, madje as tjerat me radhë nuk bëjnë dobi. Nëse nuk është baza e qëndrueshme, nëse nuk është besimi. Pejgamberi u lut për agjën e tij. O Allah, falja, pranoje e kështu me radhë, pastaj Allahu zbriti ajet që mos më u lut më për te. Për shkak se mundësinë e ka pas me besu, me vite të tëra e ka përcjell pejgamberi sa dhe nuk ishte në gjendje fatkeqësisht të jap përparësi kënaqësisë Allahut, të jap përparësi të vërtetës para zakoneve dhe adeteve të vendit të tij. Dhe vdiq fatkeqësisht në mosbesim, vdiq në idhujtari, vdiq në refuzim të shpalljes, që padyshim kjo përbën një tmerr, një fatkeqësi të pariparueshme dhe me pasoja shumë të vështira të rënda ditën e gjykimit. Të ndërruar vëllezër, nga kjo që e përmenet nga Abu Talibi ka shumë sime, por dua t'i përmbledh disa që pastaj brenda kohës të shfrytëzoj mundësinë me folë për njërin e dytë që kishte ndikim të madh tek pejgamberi sa po edhe ai person vdiq. Së përket Abu Talibit të ndërruar vëllezër, së pari shikoj njëri nuk ka besu, po i ka pas do vlera.
i ka pas do cilësi të mira. Andaj ka mundësi njëri që me një aspekt me pas nështë ta fetarit të dobet, mirë po i kanë me disa adete, i kanë me disa vlerat të trashëguara nga feja të parve që janë të mira. Prandaj aja që është e trashëguar nga zakonet, nga adetet, duhet gjithmonë të nështrohet një lloj verifikimi. Aja që është e mirë, duhet me marë. Aja që është për shembull zakon, po s'ukon i mirë, duhet me lanë. Për shkak se e mirë nga fillimi deri në fund, dhe një e mirë e pa kontestueshme është veç e Allahut Azza wa Jall. Veç ka vjen nga Zoti xhallahu është e pa kontestueshme, apo? Që ajo është e mirë, s'ka nevojë me u nështru asnjë verifikimi. Në momentin kur bindemi se është fjala e Allahut, në momentin kur bindemi se është udhëzimi i pejgamberit sa na këtu e përfundojmë gjykimin tonë se a është e mirë ajo e mirë. E mirë gjithsesi, me vjen nga Allahu te barekuhu teala. Ndërsa ajo që është e njerëzve ka mundësi me u verifiku, ka mundësi me u diskutu, ka mundësi me u kontestu. Prandaj zakonet e njerëzve të ndërlozër mund të jenë për shembull të ndërtuara në ignorancë, mund të jenë të ndërtuara për shembull në periudhë caktuar kohore e që duhet domosdoshmë me rishikuar. Prandaj për shembull edhe ne kemi një traditë, kemi një kulturë të trashëguar me shekuj nga të parët tonë, dhe padyshim që jemi kenar me të, ndihemi mirë, e kultivojmë, e përcjellim, mirë po edhe mbrana kësaj tërësie zakonesh e adetesh, ka çështje që ndoshta nuk pajtohen me to. Kanë qenë në atë kohë, por nuk mundemi për shembull tash në ato me vazhdu me i kultivu për shkak se nuk kanë qenë në rregull. Ndoshta për atë kohë ata i kanë arsyetuar në formë caktuar, ata kanë shku, por padyshim që për kohën tonë nuk janë të pranueshme. Nuk janë të pranueshme. Veçanërisht për shembull disa aspekte që kanë të bëjnë me trajtimin e gruas, trashëgiminë e gruas, e disa sene caktuara nuk kanë qenë në rregull, për shembull të privohet gruaja nga trashëgimia tërësisht, se është padrejtësi kjo. Pastaj disa mënyra të caktuara të edukimit të fëmijëve kështu me radhë, ka hapësirë për rishikim edhe kontestim. Po edhe tjera zakone që mos hinë në detaje, dua të them që nuk duhet njëri me bëj zakonin apo trashëgimin që e ka marrë nga të parët si lloj feje, shpallje. Çfarë kanë thonë që ashtu të na zbon me ndruar. Jo, e verifikojmë, shikojmë. Nëse ka qenë përshtatshme për atë kohë, po për këtë kohë është e përshtatshme. Nga se ato janë përvoja njerëzore tek e fundit. Ato janë ndërtuar në rrethana të caktuara të kohës. I kanë rezistuar një kohë të caktuar tash, ndoshta ka koha që me bën ndryshime të caktuara. Prandaj veç fjala e Allahut nuk ndryshon. Veç feja e Allahut nuk ndryshon. Kjo është e pandryshueshme. Tjerat fjalët e mia, tua, të atij janë ndryshueshme, përse nuk janë në përputhje me atë që ka thënë Allah dhe pejgamberi alayhi salatu wasallam. E ky njeri Abu Talibi fatkeqësisht nuk ka qenë në gjendje me u shkëput nga tradita. Pse? Për shkak të fjalëve të njerëzve. Ai e ka ditë se është gabim. Ai e ka ditë se ato që ka bojnë paganët në Mekë nuk ka rregull, e ka ditë. Ka se njëri mend që mi kupton këtë sana. Qysh mundet për shkak në pranun një mendje shëndosh adhurimin e një druni, adhurimin e një cungu. Qysh e kupton këtë? Se pranon këtë në zhvillja njerëzore të ndërëzër. Ose për shembull me vëroz vajzën për së gjalli. Pse nesër ka mundësi ta bjen marrën te dera ato. Edhe djali ta bjen marrën te dera. Andaj kjo dallim ka që madh me zinive, kjo shtypje ndaj grave që ka qenë. Abu Talibi ka kuptuar që nuk ka rregull. Pse s'ka ik dorë për kësaj? Ai ka njoft librin e tij shumë mirë. On thash e ka rrit me dur të vetë, e ka rrit. E pse si ka besu? Veç për shkak se po thoi njerëzit. Kjo është ndërlozë, ndoshta kurthi më i madh që shumë njerëz bien te. E din se kjo punë është e mirë. E din se duhet me bo. E din se kjo punë është e keqe. E pse nuk po e ikdor? Tani thoi njerëzit që u bë musliman, u bë haxhi, u bë hoxh. Thoi njerëzit. Apo, po le thonë vëlla. Ata çysh t'ia bësh kanë me thon. Psa ka njëri që domon teton e livdojnë, teton i keshin. S'ka këse njëri ato. Ka dikush të kesh para fytyre, mas fytyre të përgojon, bën fjalë. Ka shumë ka sot fatkeqësisht ashtu. Shumë ka sot. Prandaj na duhet të ndërmozë me rujt jetën tonë. Nuk e kemi luksin me e rreziku jetën. S'kemi tjetër që të mundësi e ki.
Jeta është e kufizuar, prandaj ta ekspozosh jetën tënde qefëve të njerëzve është padyshim aventurë shumë e madhe. Allah është rrezik i madh atë. Do në jetën me ndërtu si mbas tekeve të njerëzve. Çështo njerëz po bojnë, çështo shumica po bën. Jeta jote është më e shtrejt se me leju që me lut me të durë të njerëzve vëllazë. Në jetë e ki, një mundësi e ki, përfundoja e mundësi nuk kthehet mo, nuk ka mundësi me u riparu gabimi, absolutisht. Andaj të ruajmë jetën, të ndërtojmë sipas standardeve të duhura, sipas kënaqësisë Allahu xhallahu ala, sipas asaj që besojmë se nesër kena me dalë para Allahut me dhënë llogari. Mirë po me thonë, për shembull, valla e di që çfarë duhet, po njerëzit të flasin, po le të flasin, e çka le të flasin. Te ke vunë të flasin të drejt harrojnë kam punë të veta. S'kan të vakt njerëz me fol për ty tani jetën. Harrojnë. Mirë po nesër të ndërozë kur njëri të bie në varr, kush vjen me ty në varr aty? A vjen me të mbrojtje ata që për ta e ke bu jetën? Jo valla, s'vikej shkojnë punë veta, me të harrojnë që e kon gjallë. Apo ditë e gjykimit kur Allahu xhallahu ala vet robën, pse s'e ke bu këtë punë, pse ke bu këtë punë? Po valla njerëz falshin, a vjen njerëz me të mbrojt? Jo valla zin ato. Prandaj mbroje veten tonë, ruaje veten tonë. Shikoj apo tani çfarë mundësi e pati, fatkeqësisht e humbi mundësinë veç për një fakt. Flasin njerëzit. Edhe vdeq në mosbesim ato. Çështja tjetër të ndërvozë të Butalibi që do të më marrë është se feja nuk ndërtohet në emocione. Feja jonë të ndërvozë e pranon emocionin. Po, dhëmshërit me pas. Feja jonë është feja rahmetit, është e vërtet. Mirë po, rregullat, dispozitat nuk janë me ndjenjat tona. Apo, po janë me rregulla. Andaj rregulli thotë, ky rregull që askush nuk bën përjashtim prej tij. Rregulli thotë, ai që vdes në mosbesim, ai që vdes në mohim, ai që vdes në refuzim të udhëzimeve të Kur'anit edhe të Muhamedit alayhi salatu wassalam, vendi i tij është zjarri, dënimi. S'ka tjetër, fatkeqësisht. Po ka bo po pëndhime, s'është pëndhimje kjo. Kjo po rregulli. Andaj në dunja të ndërvëzër, ligjet dhe rregullat, ndërtohet në bazë të emocioneve apo në bazë të rregullave. Me thonë për shembull filoni e ka vrapë po pëndhimeve tash. Me nisë me ju dhimë gjykatësit se cili, kur shkon në burg? Kush? Pëndhimet, ky pëndhimet taj, ky e lën një non, ky e lën një bab, ky e lën një fëmijë. Po është sa i dhimë pse ka bërë këtë punë. A më dënimin e duhet me vujt? Po duhet me vujt dënimin. Patjetër, duhet me vujt dënimin. Për shkak se ka po krimin. Andaj këtu edhe pejgamberi alajhissalam nuk bën përjashtim. A ju ka dhimbë të agja i tij? Po shumë ju ka dhimbë. Njëri mas babës është agja. Agja ashtu. Baba des, agja bëhet baba. Ai kujdeset ai për fëmijët e vëllaut vet. Kjo është zakon, kjo normale kjo punë. Ai merr mbikëqyrje. Ai kujdeset për ta. Madje edhe fetarisht, nëse nuk është baba, çikën e lipin te agja. Ai është që flet në emër të babës. Po do të thonë që të ndërvozë kaq i afërt me pejgamberin alayhis salam, kaq i dashur, megjithatë rregull. As pejgamberi nuk përjashtohet. Apo çfarë fe kena? Nuk është kjo fe jona për shembull fe e hatrit. Hajt hatri pejgamberit. Ja. Rregull. Prandaj është fe e parimeve. Nuk është fe e llafeve, kompromiseve. Fe domethënë e marrëveshjeve. Sigurisht për shembull lash na mendon na hoxhallart e mitrizëm marr vesh, nxeh tash një 2 muaj se falim xhumon hiç. A mundem të marr vesh ashtu? E smunësh valla. Nuk është kjo e jotja. S'u bën ti kompromis në parimet fetare. Po ka lehtësime që i marrin parasysh, ka për shembull përjashtime që i marrin parasysh, po gjitha këtu mbrana kufi vetar, gjitha këtu mbrana udhëzimeve fetare. Mirë po, me i përjashtu këto rregulla, edhe me vepru në bazë të dëmshurisë, rahmetit, në bazë të vonë emocioneve të pakoordinuara me shpallin, nuk pranohet. Andaj që kjo është feja jonë. Agja i pejgamberit e ka mbrojt, e ka ruajt, është kujdes për te, megjithatë s'ka besu, rregulli thotë që kështu apo.
Jo për neve, po të ndërvëllëzër, Zotë e ka dhënë kështu. E a ka mundësi dikush me pretendu se mund me konë më i mëshirshëm se Allahu xhalla xhelaluhu? Jo, valla, s'mund me konë. Nga se çat rahmet që e ki dikush ta ka dhënë. Që mëshirë që e ki që për dhimet dikush, ku e ke marë? Ta ka dhënë Zoti xhalla xhelaluhu. Ane këtë rahmeti i njerëzve bashkë më u bo, nuk bujnë sa një grimë se rahmeti Allah të azza wa jalla. Allah është më i mëshirshëm për robët e vet. Mirë, po ai e din më së miri çka është e drejta. Ai e din më së miri çka është e duhura. Prandaj duhet më rujtë, mos me provoku situatën, mos me ecë në zona të rrezikshme duke jetuar në imagjinata në ëndra hatmër se bëhet mirë, na fal Zoti, po bëhet mirë kur të ecë udhës duhur, normal. Bëhet mirë kur ti respekton rregullat. Mirë, po jeton në shfrenim, jeton në refuzim, jeton në mëkatim, e pastaj në iluzionin ëndra se në xhenet se Zoti është i mëshirshëm, kjo është iluzion djallëzor. Nuk bën me rreziku jetën të ndërlozur me këto iluzione të paqëdrueshme, me këto fantazi që nuk kanë asnjë bazë të qëndrueshme. Ai rasti i talibit duhet më na vëdësu që timi të kujdesshëm, ti ne marrim masat, të ruhemi, të punojmë, të angazhohemi edhe për këtë botë, edhe për botën tjetër, pastaj në Allahun të mbështetemi, e të shpresojmë pastaj në ndihmën e Allahut, në përkrahjen e Allahut, në falën e Allahut, në rahmetin e Allahut, në shpëlimin e Allahut, po pastaj shpresa. Por kur ti e ke bë pjesën që ty takon, po ti e ke lënë pjesën tënde komplet të pa përfunduar, fare si interesu për aqët përket, e shpresa për tek Allahu xhallahu ala, është shpresë e kodë e paqëdrueshme të ndozë. Prandaj, sikur që e përmendë po e përfundoj, jeta është një mundësi. Nuk është jeta bigjoz, nuk është jeta eksperiment. Te provoj, jo vëllazënjëvën. Nuk bën me lu që gjithkush me bu eksperimente me neve. Herë na sill djathtas, herë na sill majtas. Na udh në dim ka duhet me ra. Na punë tonë dim çka duhet me bu. I përvili mongët punojmë zellshëm në emrin të Allahut, me besim në Allahun, duke adhuruar Allahun, duke ndërtuar vendin ton, duke ruajtur vendin ton, duke i shkolluar gjenerata, duke punuar për përpara. Edhe në Allahun mbështetemi që Allah ka më na ndihmu, e më na përmirësu gjendjen, edhe më na shpëlyu në ahiret. Por më na të dembeli në përtaci, apo e me ik nga përgjithësia, e duke fajsu gjithmonë dikon tjetër që na ka faj, e duke na vetë si viktime, si gjunaha, e me shpresu që Allah na ndihmon, është kalkulim skajshmisht i gabuar. Gabim e ka bëhe sop, kur që është të kamenuar. Lusim Allahun që Allah na përmirëson gjendjen, na bën vëmendshëm, të kujdesshëm për jetën tonë, të ruajmë jetën, të vlerësojmë jetën se një e kemi. I vjen fundi, s'ka kthim rapa. Prandaj nxitim në pendim, nxitim në përmirësim, kujdes për besimin, kontribut maksimal sot mundëm, shfrytëzim maksimal të mundësive, nga se dikur të mundësi përfundojnë edhe me atë që ke bëshkën tek Allahu te barekuhu teala, e pastaj nuk i dihet çka ndodh në fund ditën e gjykimit. Po jam i bindur se ai që është përpjek, ai që është munu në emrin të Allahut, duke ndjek udhën e pejgamberit, ai me lenin Allahut nuk ka më zhgënjy tek Allahu nesër, nuk ka më zhgënjy me lenin Allahut. Veç ka më gjetë më mirë se që ka shpresuar në dunja për Allahun xhallahu, masi që ai shpresën e ka shoqëruar edhe me përpjekje, besim, angazhim, adhurim, përkushtim, kontribut. E këto që një musliman duhet i ketë njëtë në kësaj bote deri në fund të jetës së tij. Allah është përmendur me kaq për fund. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam tasliman katira.